Ne sot do bëjmë vap. Temperatura dje nuk e dja e pat ju 36 gradë. Do shkojnë drek. E priti temperatura? Unë nuk e kam ndjerë të mdretën. Po sigurisht aty ku që ti nuk ndjehet, po në Tiranë ndjehet shumë. Dhe tash këtëra po bëj një orizë të ftohtë me ton, ne që s'kemi ngrënë peshk, dje kemi ngrënë këto gjërat e tjera. Katerina jo. Katerina, kjo recetë alternativ ka dhe qep të njoma. Si të duash, ke frigorifer? Tani, unë kam qef që këtë ta provoj. Po, se është ndër radhët e atyre dietikeve. Qep nuk do ham dot. Do të zgjidhni një oriz që është për salat. Unë kam zgjedhur këtë orizin basmat. Ky është i presuar, nuk ka nevojë fare të shplahet, kështu që do ta hedh direkt këtu. Do hedh dhe një lugë krip dhe nuk do ta lë në kohën që ka 18 deri në 20 minuta, nuk do ta lë kaq, ta lë ndoshta edhe 15 minuta. Për arsye se nuk do ta shplaj, do ta lash të ngrohtë, që vazhdon zbutja e orizit edhe duke qenë në tas, sepse derisa të vi koha për ta konsumuar, Katerina, kjo është bërë akull e ftohtë. Do të hedhë edhe lëngun e limonit me vajin e ullirit në moment mbasi ta nxjerr, dhe ajo sado dhe ja ul çik temperaturën, edhe vazhdon zbutja e orizit, sepse po ta lë 20 minuta, do të thotë që unë të filloj të mbaroj emisionin nëse si do zje orizi. Zgjodha këtë rrugë për të ta kryer deri në fund. Shumë aromë, shumë shije, kombinimi mirë i limonit. Kombinimi është shumë i mirë, është me erza do të përdorim majdanozin dhe lëkurën e limonit, që t'i hedh me njerë këtu ke kytasi. Këtu ta përzjejmë, do ta lëmë gjatë kohës që të gatuhet. E kam zgjedhur diçka ose në një tavë, me qëllim që të ftohet sa më shpejt. Long limoni do t'i hidhni 20 ml, gati një finxhan kafeje. Do zgjidhni selinon, ku është pjesa më e njomë, pjesa e brendshme me gjithë gjeta, do ta grinim brenda. Kemi peshk ton, 200 gram, e të kulluar nga vaj, pastaj feta limoni dhe 3 vezë të zjera duhen. 2 do t'ja fusim brenda, të grira sa më hollë, mund edhe në rende mund t'a grini që të ngjitet te kokrat e orizit, dhe disa feta limoni në servirje dhe duket shumë këndshëm, shumë mirë. Përveç se është shumë i shishëm. Është një pjatë, buke gjellë bashk. Ke pisa dytë, pastaj do bëjmë ca speca, ato që i bëjmë ne nga njerë një javë, tani në stil në verës i bëjmë. Njëri bëjmë me këshu dhall kos trazuar, me pak miell, njëri bëjmë me tomate dhe me hudhra. Ky varianti sot është vetëm i qumësh, me pak miell edhe me një çik djath që shkrin. Djathin që keni ju në shtëpi, mund të jetë mozzarella, mund të jetë djath si picës, mund të jetë provolone, nga këto. E mbajmë në një çik djath, se jo për tostet e të ndryshme. S'keni kështu, mund t'i shkrini djath bebe nga ato djathrat. 3 këndçat, po bebe. Zgjedhja është e juaja. Dhe mendoj që është nga ato çapat e përblojmë çik gjalp edhe piper të kuq, nga këto recetat familjare, nga këto më të thjeshtat, ne këtu jemi vetëm për të kujtuar ju se përveç asaj që keni bërë sot, ndoshta nesër atë pyetjen nuk e di se sa ja vini çmimin ju, që është shumë e vështirë, qa do njëri s'do tjetëri, dhe unë i provoj shpesh këto, mjafton me do 2 të vejlit, kështu që po japim një mendim. Pastaj zgjedhja është e juaja. Jo bishtat e majdanozit, do marrë kryesisht, jo se s'kam vlerë bishtat, bishtat kanë shumë vlerë, por me qëllim që orizi është kokra e vogël, mos të na krijoj probleme kur e konsumojmë. Kryesisht gjethe do marrë, ja kaq. Sa duhet të ruaj minutazh për orizin, sa rova? Po, patjetër. Sa do? Me minutazhin me rreshti, po lëre një? 1-2 minutë duhet ta ketë bërë, ndërkohë. Lëre edhe 13 minuta edhe. Edhe 13. Okej, diku te 9:30 do ta shohim. Jo, do ta heqim çik përpara, ne? 9:30 që ta mbarojmë. Apo ta bëjmë thuti kur të kthehemi? Ja. Si di, kemi punë tjetër kur të kthehemi. Duke parë, duke bërë. E shohim. Tani, çdo paketim orizi, se varet edhe nga firma,
varet dhe nga orizi, zgjedhja që keni bërë ju. E ka minutazhin në në paketim vetë, kutia. Unë këtë do ta lë 4 minuta më pak. Pastaj ju, nëse do ta shplani, bëni aq sa është minutazhi në. Unë prandaj nuk dua ta shplaj, se shplarja kur bëjmë ne sallatën ndash me makarona, ndash me oriz, bën këtë që shplahet për arsye që të ndërpresim te zbutjen e produktit. Unë nuk do ta shplaj pikërisht për këtë punë, që derisa të mbaroj Katerina, është zbutur, ka ardhur aty ku duhet. Këtu do të hedh edhe lëkurën e një limoni, ja. Unë po bëj gati këto gjërat e tjera. Në rregull. Këtu do të hedh limon, 40 gram, 40 mililitra, që t'jeme sakt fare, shumë e sakt. Kam një si matëse këtu. Limona kemi sa të duash. Unë pas kam 50 mililitra. Do të hedh 40, pasaj tjetrën e shohim, qoftë se s'ka arritur atë ku duhet. Këtu. Shifë. Fiks fare në vi. As një ndryshim, as 1 mililitër më shumë. Dhe vaj. Ky basmati ka gjë që hidhi vaj sa dush, nuk e merr vesh që i ke hedhur shumë vaj. Është kokër fort, në fakt, po më pëlqen shumë, sidomos. Jo, është që nuk e tregon shumë yndyrën. Është vërtet shumë i shijshëm. Ka një aromë disi më ndryshe. Pak fare krip këtu. Atje hodha krip, ë? Tek orizi po, tek uji, po. E trazoj, e lëm gati. Dhe pastaj me ta hedhur në tas, s'kemi gjë tjetër, vetëm i bashkojmë produktet edhe shumë e thjesht. Këtë dhe kur vjen nga puna e bën. Sa të lash duart, syt, sa të ndrohesh, të heqësh rrobat që ke veshur, vë të zjej edhe ja, shesu bë si salcë. Vezët do hidhen në copa? Ja, po. Në copa do t'i hedhun vezët. Ja tani. Një do t'a lë për dekor, tjetrën t'a bëj në copat vogla, me majdanozë shtika, s'ka problem. Në rregull. Por edhe mund t'i grim në rende, thash. Po ndiqni recetën orizi ftohtë me ton dhe limon nga zonja Vjolca. Në këtë moment po bën gati vezët në madhësinë që do të na duhen për këtë recetë, një variant prerjeje. Pra kështu në copa të vogla ne bashkë shohim recetën me shkrim. Dhe cilët janë pra përbërësit. Nisi me një herë të parat. Sigurisht besoj do jetë orizi ai i renditur i pari për të mbajtur ju shënimet tuaja. 230 gram oriz për salat, pra basmat do t'ishte e mira, 200 gram ton vaj, 40 ml lëng limoni, kemi vaj ulliri, majdanoz, lëkura e një limoni, një limon për dekor, krip, 3 vezë të zira rreth 10 minuta, një deg selino dhe 2 qep të njoma nëse doni t'i shtoni, po unë gjithmonë i them zonjës Vjolca mos i shto qepët. Që të ha dhe unë diçka, megjithatë kjo është preferenciale, ju mund t'i shtoni. Se unë e kam me meraka që do jem me njerëz, do jem në punë prap, do jem në radio. Dihet që nuk mund të flasësh me aromën e qepës edhe të hudhrës. Nëse më varet, dikush e pëlqen, mund të shtoj ose bar qepe, që janë ato fije të holla, se fije bari, ose qep të njoma, por sigurisht pjesën e gjelbërt, të grira shumë hollë. Por ne po i vendosim majdanozin dhe jemi okej. Edhe vezët gati. Po do t'i hedhim vezët mbasi të hedhim orizin. Do marrim dhe këtë selinon. Ta grim shumë hollë. Një prerje të ime të thuaj se pra secilit prej produkteve që do të shtojmë tek kjo sallatë.
Bukuri. Është e pastruar nga fjet. Sa ho do t'a gri. Janë disa fruta që cilësohen, zonja Vjollca, po edhe për gjithë teleshikuesit, si ato fruta të cilat shkatrojnë parazitët, ndërtojnë fare mirë imunitetin, por madje luftojnë edhe qelizat kancerogjene. Edhe kryesisht janë lloje frutash tropikale ato që renditen ndër të tilla, po patjetër që mund të ketë një listë shumë të gjatë, jo vetëm këto, por kjo listë që unë kam marrë është me fruta tropikale, që ne ndoshta nuk i kemi pjesë të regjimit tonë ushqimor, por edhe nëse i zgjedhim bëjmë mirë pra për shëndetin, jo thjesht çështje shijeje, edhe pse ashtu siç edhe në familjen time shumë rrallë mund t'i blej. Për shembull, papaja nuk kam marrë ndonjëherë, përveç se në variant të thatë disa herë. Papajat freskët se di pse nuk e kam marrë, duhet ta mendoj pak më gjatë ta shtoj, ndoshta në të rrallë si pjesë e frutave. Nga që si me mësuar nuk është në shije tona. Është në shije, unë për shembull provova këtë frutin e dragojit. As mos pëlqen. Nuk më pëlqeu fare. Po, e bëjnë edhe e vënë edhe në për këto koktelet, po fare, s'ka lidhje. S'ka lidhje me shije tona. Po. Kurse fruti i pasionit më pëlqen, po, e vërtet. Nëse ha me mend, duke lexuar këto të gjitha, mendon që po i bën nder trupit tënd edhe shëndetit, i haj pranon. Po. Po. Tu as po, se më bën mirë. Në rast të kundërt për shije jo. Për shembull, sa i përket papajës, është një vrasës i parazitëve i shkëlqyer. Në 7 ditë mund të bëj këtë lloj pastrimi, po themi. Ananasi shumë i mirë, po ashtu për pastrimin e gjakut edhe luftën ndaj qelizave kancerogjene. Edhe anticelulit shumë i mirë është ananasi. Unë e kam pas në regjim ushqimor edhe për rënien nga pesha. Është edhe anticeluliti mrekullueshëm është dhe është shumë i shijshëm. Bën shumë mirë për pjesën e barkut. Për rënien e barkut kam lexuar, nuk di se çfarë shpjegimi mund të ketë, por po, është e vërtet kjo që thotë zonja Vjollca, po. Po, ti ke bark, jo shumë sasi. Po, si? Jo shumë sasi. Jo, 2 feta dhe është mjaftueshme, po. Unë e kam pas gjysmë fete në regjim ushqimor. Gjatë gjithë ditës, po për do ta heq orizin. Është fiks. Për sallatë është fiks fare. Pastaj këto frutat e tjera unë nuk i njoh, të them të drejtën. Jackfruit është një lloj fruti pak i çuditshëm, edhe soursop. Edhe këtë nuk e kam parë ndonjëherë në tregun ton, kështu që ose mund të jenë në ndonjë dyqan me këto produkte të rralla dhe të veçanta të vendeve egzotike. Jam e bindur ama që edhe nëse do të kishte një listë dhe ndoshta e kërkoj pak më vonë me produkte të mesveut të zonës tonë, absolutisht ato na bëjnë shumë mirë për shëndetin. Edhe ato mund të kenë vlera të njëjta. Tani te ky tasi kam majdanos edhe lëkurë limoni. Ta heqim edhe këtë. Do të hedh orizin, që është pak i ngrohtë. Ne do ta lëm të ftohet? Ftohet vetë kjo derisa të mbarosh punë ti. Në rregull. Unë gjithë i bëj për ty. Po, e dëgjova, edhe e vlerësoj shumë. Kështu ma tregon dashurinë zonja Vjollca. Po, është, në fakt, me ato që më tregojnë dashuri, unë jam shumë, më hapet zemra. Pastaj, mendoj një që bën sikur më do, po kështu, çfarë mbyllje bën hermetikisht. I tregohet vendi. Zot. Ikun e kjo punë. Vendos degën e selinos. Do t'i trazoj këto të gjitha, mos u mërzisni ju. Se kur trazohen këto marrin atë shijen. Me njëherë, ndoshta edhe para selinos, do të hedh marinimin me qëllim që këtu është i ftohtë, orizi i ngrohtë dhe e rregullon. Vezët kemi zjerë, vezët ovitale. Sigurisht. E trazoj çik këtë lëngun tani.
Kjo ndoshta të duhet për vezën, ë? Drasa. Po. S'po ngacmoj. Vezët e freskëta o vital që vinë çdo ditë ashtu siç në fakt duhet të jenë vezët që duhet konsumoni. Ti zgjidhni o vital se ka një përkujdesje maksimale për konsumatorin. Natyrisht i keni të bardha, të kuqe, të ndara, paketime të mëdha e të vogla sipas sasisë që ju konsumoni, por mos i ndani vezët nga regjimi ushqimor, sepse janë një le të themi burim shumë i madh i vlerave ushqyese për cilat keni nevojë. Më ndihmojnë çik vetëm me orizin, a do më limon, lëng limoni se kemi dhe një lug. Pja hedh? Jo, shumë mirë. Hedhim Perfekte. Sa e mirë. vezët, prit sa e mirë është kur t'i hedhim edhe tonin. Wow. Kjo është pjatë fiks për ata që ushtrohen. Ka proteinën e vezës, ka oriz basmat që është dietik, është shumë i mirë, ka ton. Ta tërmojmë një çik tonin. Unë po jap edhe një herë recetën teksa zonja Vjosa bën gati tonin, si thua? Po, ta tërmoj dhe ta hedh aty. Po. Dakor. Orizi i ftohtë me ton dhe limon. Bëni gati këta përbërës, ka një shirë shumë të mirë, për kaq pak sa provova, merrem me mend kur të shtohen të gjithë përbërësit. 230 gram oriz për sallat, 200 gram ton në vaj, 40 ml lëng limoni, keni vaj ulliri, majdanoz, lëkurën e një limoni, do na duhet një limon për dekor, krip, 3 vezë të cilat duhet jenë të ziera, rreth 10 minuta, një deg selino dhe 2 qep të njoma nëse doni të shtoni. Kaq. E di çfarë dua unë nga ty tani? Vetëm një lugë të madhe. Një lugë të madhe. Po. Këto i coptojmë. I vendosim ke salata. Edhe limoni ta shprejmë që këtë thikën rofsh. Asgjë. Dhe limoni Duan që dhe kemi disa për feta dekor. limon. E kemi larë limonin. Edhe do presim ca feta të holla. Që kush të doj, edhe mund t'ja shtrydhi kur të marri në pjatën e vetë. Kaq. E trazoj. Si të duket, Katerina? Shumë e mirë. Absolutisht shumë e mirë. Shumë i thjesht, shumë i shishëm, ë? Një vakt i plot për mua. Provojeni se ishte vërtet me shihet mrekullueshme, limoni jepte absolutisht aromën e duhur. Dhe ta vendosim në përpjata. Ndërkohë, pas pak do të ndiqnim recetën tjetër, është speca me qumësht titulli i recetës së dytë, ajo që ju do të ndiqnim drejt për drejt këtu në TV Klan në shije shtëpie, në mënyrë që ndoshta të zgjidhni të bëni ja 2-3 pazare të vogla dhe të keni pikërisht këtë recetë për drek, pse jo, të sillni specat në një variant tjetër, jo atë çfarë mund të jetë e thjeshtë dhe e zakonshme, po themi në familjet tuaja, siç përgjithsisht të gjithë ne bëjmë, ose një pjekje, ose një skuqje, ose një fërgesë tipike, me usull, me hudhra, janë këto të zakonshme, po i quaj unë. Po ndërkohë luajmë pak me shihet, luajmë me disa përbërës që i ka shtëpia dhe e bëjmë pak më kremoze, kam përshtypjen këtë pjatë. Po shumë kremoze, jo pak, po pak si shumë. Tani këtu ku kemi, do të vendosim këtu në mes, këto vezët. Dhe fetat e limonit, anash. Kjo ishte sallata, të lumshinduar. Edhe ju bëftë mirë. Shumë Është e e mirë. freskët, është e shishme,
Tani, nëse ju e ftohni komplet, mund ta vendosni në një tas xhami me kapak në frigorifer, se orizi gjithë e dim që nuk duhet të rish shumë mbasi gatuhet jashtë në temperaturë ambienti, por në frigorifer. Konsumohet sot, mbaron ajo sot në familje, se për 4 persona është, dhe ju bëft mirë, është një gatim ndryshe. I orizit, dhe për mua është shumë i shishëm. Unë personalisht e kam provuar dhe më pëlqen shumë kjo pjatë. Të lumshin duart është vërtet shumë e mirë. Shumë faleminderit dhe juve ju bëft mirë. Mezi po pres ta shijoj.